Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar në emision profesor Arvin Dibrën, shefi i klinikës kirurgjikale të parë dhe po ashtu profesor në Universitetin e Mjekësisë. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje i dashur, faleminderit për ftesën dhe komplimente për podcastin, që kam pasur rast ta ndjek me kolegë të ndryshëm dhe më duket një format mjaft interesant dhe me të vërtet përgëzime. Faleminderit profesor. Profesor, ju jeni një kirurg shumë i mirë, një personazh që keni kontribuar jashtëzakonisht sistemin shëndetësor për vitesh, duke pasur sigurisht një karrierë të gjatë, qoftë profesionale, po qoftë edhe në pjesën akademike. Unë sot mezi pres të dëgjojmë për jush më tepër për profesionin tuaj, për rrugtimin tuaj dhe sigurisht nga puna juaj klinike. Faleminderit, edhe unë jam këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve dhe shpresoj me një farë interesi për ju dhe për audiencën tuaj. Profesor, ju keni zgjedhur të jeni mjek, keni zgjedhur të jeni një kirurg, mund të dim diçka më tepër si ka qenë ecuria e të zgjedhurit të Fakultetit të Mjekësisë dhe pastaj si ka qenë ecuria që ju keni zgjedhur të vendosni të bëheni kirurg në jetën tuaj dhe jo një profesion tjetër? Shikoni, në ecurinë e zgjedhjes së Fakultetit të Mjekësisë, në fakt më çoni goxha mrapa me kohë, në një periudhë në të cilën vitet e fundit të komunizmit në Shqipëri dhe fillimi i ndryshimeve demokratike, kohë në të cilën ishte gati si e detyrueshme për dikë që donte të arrinte diçka në jetë që të ishte mirë me mësime. Dhe në momentin kur je mirë me mësime, pastaj do kishe mundësinë, le të themi që unë kam filluar gjimnazin në një kohë kur drejta e studimit të jepej me detyrim me përcaktim në varësi të rezultateve dhe nuk zgjidheshe, pavarësisht se pastaj mbaroj gjimnazi dhe zgjodha që të merrja pjesë në konkursin e mjekësisë dhe ta fitoja, pra në një farë mënyre deri në momentet e fundit kisha dyzimet e mia. Ndërkohë që probabilisht një farë influencë ambientit familjar, ambientit shoqëror dhe një lloj influencë probabilisht edhe të gjithë shoqërisë rrotull meje më bëri që të zgjedhja mjekësi. Në momentin që zgjodha mjekësi, fillova studimet fillimisht në Universitetin e Tiranës dhe pastaj një 2 vjet më mrapa i vazhdova në Universitetin e Romës, kur erdhi koha me gjetë vetveten në specialitet. Kirurgjia më dukeshe gjëja më e natyrshme, diçka le të themi më e përshtatur me karakterin tim, me nevojën për të përfshirë edhe të bërit diçka vetë përveç aplikimit të njohurive shkencore dhe që një zgjedhje e natyrshme. Besoj që pak specialitete mund të kisha bë në jetë, me siguri kirurgjinë e kam zgjedhur me qejf dhe më pëlqen që kam marrë atë rrugë. Sa vite profesion kemi si kirurg, profesor? Si kirurg i specialist kemi 23 vite. 23 vite. Në rast se në një moment caktuar sot pas 23 viteve do t'jepej mundësia për të ndryshuar tërësisht profil. Do ta linit kirurgjinë në këtë fazë të jetës tuaj? Kur them do ndryshoni profil në sensin do të bëni drejtim politik për shkak ose angazhim politik. Ju them të drejtën, edhe ndonjë kërkesë në këtë drejtim nuk ka munguar, por në këtë moment unë ndjej veten akoma plot me energji për të vazhduar me apliku kirurgjinë, që e adhuroj si profesion, që më jep shumë lodhje, por edhe shumë kënaqësi dhe përpasoj besoj që për momentin jena mirë këtu ku jena. Të kalojnë edhe ca vite dhe pastaj flasim. Në rregull, profesor, cila ka qenë eksperienca e parë në sallë e juaja si kirurg? E kujtoni sot? Kujtoj me siguri eksperiencën e parë në sallë si student mjekësie, që ishte një eksperiencë fort traumatike në këndvështrimin psikologjik, sepse isha në vitin e 3 mjekësi, kisha vendosur brenda meje që kirurgjia do ishte ardhmja ime dhe në momentin e parë në sallën, në një sallë të rëndomt kirurgjie, po ku kishte
më shumë gjak se sa zakonisht, pata një luhatje tensionit dhe më nxorën përkrash nga salla. Aty filloi një lloj drame e brendshme që unë nuk do arrit të bëhem kirurg, por kaloj më mrapa me pak insistim dhe me pak vullnet. Dhe kjo ka qenë salla e parë në të cilën asistoja në një ndërhyrje thjesht si shikues. Më mrapa sallën e parë si specializant apo si kirurg, të them drejtën, nuk më ka mbetur në mendje, por kanë qenë në atë periudhë goxha të shpeshta që në periudhën e studimeve, sepse pikërisht për të thyer këtë mitin brenda meje të rezistencës në sallë, kam pas hyrë mjaft shpesh dhe ka qenë kur fillova të specializohesha, tashmë kisha një farë eksperiencë kirurgjikale. Deri në atë fazë praktikisht ju kishit vendosur që do të hyni në këtë rrugtim, kështu që e kishit para përgatit veten deri diku. Profesor, cili ka qenë një ndër rastet ndoshta më të vështira që ju kujtonin karrierën tuaj, edhe që edhe pse vitet kanë kaluar, ju sërish e kujtoni si një rast të vështirë apo të ngarkuar që keni kaluar? Shikoni, raste në këtë periudhën e punës time si kirurg, raste të vështira ka shumë. Në të vërtet, le të themi që mendjen time sot e zën ato raste të vështira që kam aktualisht të përduar, apo që nuk ka pak që kanë kaluar, ndërkohë që në memorie të mbeten me siguri momente emocionale të shtuara, vdekja e parë e një pacienti, ndërhyrja e parë e një nivel komplikimi të caktuar, ndërhyrjet e para ku më ka rastis në këto 10 vjeçarin e fundit me fut risi gjëra të pabëra ndonjëherë në ambientin e klinikës ku unë punoj dhe përpasoj niveli komplikacionit lidhet me sfonde të ndryshme teknike, psikologjike, me siguri laparoskopia para avancuar, reseksioni parë i një kanceri të rektumit që nuk ishte bërë ndonjëherë në Shqipëri dhe që unë aplikoja në QSUT për herë të parë, ka qenë një moment emocionalisht fort i ngarkuar me intensitet dhe fatmirësisht me rezultate shumë të mira që pastaj pasuan një lloj filleset atyre që sot janë një kirurgjie mirë vendosur në ambientet tona, që është kirurgjia mini-invazive laparoskopike. E kujtoni si pacient pra të dhënat e tij? Patjetër, ka qenë një zotëri diku te 60 vjet nga Elbasani, i cili i besoi duarve të mia, pasi u sqaruam fort mirë që do tentonim me bë diçka që nuk ishte bën ndonjëherë, por ku rezultati do të ishte fort pozitiv për gjendjen e tij të përgjithshme, i pacient kardiopat, i pacient i cili kirurgjinë e hapur do ta suportonte jo fort mirë, le të themi që probabilitetin e komplikacioneve kishte të lartë, dhe aplikuam një amputacion abdominoperinal laparoskopik, ku de facto pacienti kishte 3 plagë të vogla në bark dhe plagën e amputacionit, nga e cila rezultoi mirë dhe për 5-6 vjet kam pas kontakte të mira me pacientin. Tani kemi humbur, po besoj duhet të jetë mirë, në gjendje të mirë. Ju më thatë një gjë interesante, në fakt edhe në fushën e kirurgjisë, qoftë suksesi i parë, po edhe pjesa e një humbje të parë janë elemente që i kujton gjatë edhe besoj lën gjurmë në jetën e një kirurgu. A e kujtoni atë rast, profesor, ku edhe pse keni bërë maksimalisht përpjekjet më të mira, nuk ja ka dalë edhe nuk ka mundur do të jetoj? Kujtoj fatkeqësisht shumë raste të tilla, në kuptimin që kirurgjia është e lidhur me një luftë në ekstremet, në skajet e jetës pacientëve në disa situata të caktuara, dhe me siguri kam në mendjen time disa raste të tilla, ndërto do të veçoja për shembull rastin e një pacienti të ri që kishte një pankreatit akut të komplikuar, i cili pavarësisht se ne luftuam për çfarë moshe? Ishte 42 vjeç. Okay. Pavarësisht se ne luftuam fort me të gjitha kapacitetet dhe mundësitë që aso kohë kishim, nuk ja dolëm. Dhe situata ishte mjaft e ngarkuar, që më them të drejtën, psikologjikisht një lloj nervozizmi të brendshëm, sepse
i kishim shtërruar mundësitë mjekësore dhe pavarësisht kontekstit nuk arritëm ta fitojmë pacientin. Ky është një gjë që më ka mbet mendje, por siç u thash, raste të tilla ka shumë sepse përditshmëria jonë lidhet fort me kirurgjinë e madhe, me kirurgjinë që për vetë smundjen, por edhe për traumën kirurgjikale që ne i japim pacientit, shkojmë në ekstremet e kapacitetit të organizmit për të rezistuar në mënyrë që të mund të fitojmë diçka nëpërmjet terapive tona që shpesh janë agresive dhe përpasoj kena të bëjmë me këto lloj gjërash shpesh. Profesor, në momentin që ndodh një situatë e tillë në sallë, çfarë emocioni, çfarë ndjesie ka kirurgu, çfarë është ai mendimi i parë, si është ajo ora e parë, pra ke një lloj demotivimi nga gjithë kjo histori apo ti thjesht vazhdon përpara sepse duhet të shkosh përpara? Shikoni, le të themi që ndahet pak situata në momentin kur ti ke akoma apo beson se ke akoma diçka për të bërë, me momentin kur në të vërtetë e kupton që i bëre të gjitha dhe nuk mundesh me ecë më përpara. Kur ke akoma diçka për të bërë, mbizotron një lloj ngurtësimi psikologjik, ti nuk mendon për çfarë mundet me kenë konteksti psikologjik vuajtjet e pacientit, familjarëve apo gjonat, po përpiqesh me bë më të mirën. Zgjohet një lloj instinkti në të cilin për ty dhe për ekipin që ke rrotull është e rëndësishme që të mos humbësh të ruan, të mund të ruash gjakftoftsinë dhe një nivel vendimmarrjeje që të jetë në logjik. Kirurgjia ka shumë të rëndësishme që të gjitha gjërat të bëhen në masën e duhur, sepse nga një herë duke u përpjek me bë më tepër, mundesh jo me bë gjithmonë më mirë. Dhe përpasoj kjo është pjesa që mbizotron. Në momentet pastaj kur ndonjëherë ke të bësh me disfatën, me siguri psikologjikisht e vuan, me siguri psikologjikisht mendon për profesionin, mendon për sfidat në të cilat të vë përballë ky profesion, por nga ana tjetër e kam dhe në përgjithësi besoj kirurgët e kanë koshiencën e faktit që duhet parë përpara dhe duhet ecur përpara. Në fund të fundit jemi të gjithë përpara një jete që na është dhënë dhe që do e ketë një fund. Dhe ne ushtrojmë një profesion që nga një herë ndodh që të shoqërojë smurin edhe tek fundi. Profesor, cili është komplikacioni më i shpesh që hasni në sallë? Se për shembull një ndër elementet që dëgohet në nivel popullor, po e themi janë gjithmonë hemorragjia, një hemorragji që nuk kontrollohet. Cili është një komplikacion i shpeshtë? Dhe ja kujtoni në një rast që mund ta ndani me ne të një komplikacioni të caktuar të një pacienti që është zgjidhur pasi ka qenë gjë e paparashikuar, le të themi, në sallë. Po, atëherë komplikacionet në sallën e operacionit në të vërtet me kalimin e kohës kanë ardhur duke u bërë gjithnjë më të pakta, në kuptimin që me një përgatitje të mirë para operatore, ne arrim goxha të sigurt për atë çfarë duhet të bëjmë. Kemi surpriza, natyrisht surprizat janë pjesë e kirurgjisë, pjesë e një alterimi anatomik të smurit, pjesë e një çrregullimi që mundet me pasi smurit të cilin nuk e kishe të parashikueshëm. Nga një herë është edhe hemorragjia mes këtyre. Në përgjithësi njeriu ka tendencën me menu dhe me kujtu, me ju mbet në mendje rastet që nuk kanë shku mirë. Në përgjithësi ato që kanë shku mirë futet i zgjidh dhe kalojnë tek fatmirësisht tek arkivi, tek numri i njerëzve ku ke mujt me bë diçka dhe ku në një farë mënyrë ke marrë edhe satisfaksionin e punës. Një rast i tillë ishte para pak javësh në një pacient në të cilin kishte ekzaminimet kishin sugjeruar një diagnozë të caktuar dhe ndërkohë në fakt ai tumori për të cilin fliteshe nuk ishte i tubit tretës, nuk ishte tumor i stomakut, por ishte një tumor i mëlçisë që na detyroi
pa pas planifikim me bë një hepatektomi të majt, një ndërhyrje goxha serioze, por që shkoi mirë dhe që e mjaftë suksesshme. Moshë ishte pacienti? 83 vjeç. 83 vjeç, dhe çdo gjë shkoi me sukses edhe pse ishte ka shkuar në shtëpi vetë me këmbë të veta dhe fatmirësisht shumë të lumtur të gjithë, pavarësisht se çdo lloj kirurgjie te ky pacient mbarte mundësinë e një komplikacioni. Ky, po themi, aksident diagnostik nga ana tjetër mbarte me siguri një rritje të përqindjeve të mundësive të komplikacionit, po fatmirësisht shkoi gjithçka mirë. Profesor, në rastet e tumoreve, për shembull, ju haseni sigurisht në mënyrë të shpeshtë edhe keni kontakt direkt edhe me pacientët dhe me familjarët në këtë tilla situata. Sa e vështirë është që të flasësh, ne dim shumë mirë që nuk është e lehtë që t'i thuash dikujt që shkoj të ke një tumor edhe duhet të ndjekim ndërhyrjen. Por sa i lehtë është për ju, ose sa e vështirë është krau tjetër për ju për të folur me pacientin, me familjarin dhe vetë zgjidhni të komunikoni indirekt, për t'i thoni njërë familjarëve, apo mbani direkt komunikimin ballazi me një pacient? Shikoni, ti komunikosh një diagnozë nga këto diagnozat që mbartin komplikacione, mbartin mundësinë e një sëmundje që ka përtaquar në një harkohor të shkurtur në fundin e jetës pacienti nuk është kurrë e thjeshtë. Nga ana tjetër, edhe eksperienca dhe koha, puna jone e përditshme na ka mësuar me faktin që ne kemi nevojë të komunikojmë në një masë të tillë që të sigurojmë bashkëpunimin e cmurit, të sigurojmë besimin e cmurit tek ajo që ne duam të bëjmë, sepse në qoftë se nuk do e kemi këtë besim, atëherë premisat e një pune të mirë dhe një terapie të suksesshme humbasin. Në të vërtet, unë mendoj që me kalimin e kohës ka një evolucion të shoqërisë shqiptare dhe të mentalitetit shqiptar. Deri para rreth 10 vjeçari ka qenë mjaft tabu që të komunikoje me të smurin për një diagnozë onkologjike, për një diagnozë të një tumori malign. Shiheshe si një vështirësi, si një depresion që indukton të smurit dhe përpasoj kishte shumë shpesh, pothuajse në masën më të madhe të rasteve, një kërkesë nga ana e rrethit familjar të smurit që të mos t'ia komunikojë. Ka ardhur me kalimin e kohës duke u modifikuar dhe kanë ardhur duke u shtuar fort rastet në të cilat ne komunikojmë me smurin, flasim për diagnozën, flasim për ecurinë dhe në një farë mënyrë për atë luftën që e pret smurin në tentativat për të shpëtuar nga kjo sëmundje, në tentativat për të përmirësuar të paktën pjesërisht nga kjo sëmundje. Normalisht eksperiencat të bën që të përpiqesh me kuptu kontekstin social, të përpiqesh me psikologjisë pak pacientin dhe me kuptu se cili do t'ishte efekti i një sinqeriteti absolut apo i një sinqeriteti të pjesshëm në raport me të sëmurin drejt për drejt, ndërkohë që natyrisht me rrethin familjar, me të afërmit, sinqeriteti është dhe duhet të jetë absolut, sepse është diçka që duhet të ndodhë dhe është normale që të ndodhë në çdo sëmundje, aq më tepër në sëmundje të tilla që mbartin rreziqe madhore mbi procesin e diagnostikimit, të kurimit, të trajtimit dhe të ndjekjes së mëpasme. Ndërkohë që dëgjoja, profesor, po më vjen në mendje kirurgjia është një specialitet që nuk ka orar. Praktikisht është 24/24, është një specialitet që nëse dikush e bën një komplikacion në një orë të vonë apo paraqitet në urgjencë, sigurisht që detyrohesh që të ndryhysh. Mund të kujtosh, lutem, në një rast nga eksperienca juaj ku ndoshta mund të keni qenë me familjen, keni qenë në një sens krejtësisht ndryshe që mendoj duhet të jetë shpesh praktikisht, dhe të zhdashur të lësh gjithçka dhe të shkosh në sallë dhe nëse e kujtoni si rast atë do t'isha mirënjohës të tjerë. Po, me siguri kujtoj raste të shumta më i fundmit para 3 ditësh, në të cilin duhet me prish pak ekuilibrin e Terezinë e familjes dhe me ju dediku sallës. Në të vërtet ne punën përpiqemi ta organizojmë duke përfshirë një ekip mjaftueshëm të gjerë në trajtime në mënyrë që të kemi mundësinë që të mos të kushtëzojmë terapinë e një pacienti nga prania apo mosprania e një mjeku në terren. Por kirurgut shpesh i duhet që me qenë. Një rast
të cilin e mbaj mend unë, e mban mend edhe familja ime, ka qenë kisha operuar një patologji relativisht të thjesht, një peritonit nga apendiciti, që ishte edhe një shoku im. E kisha operuar, 1-2 ditë më mrapa u bë mjaft mirë, kishte ardhur koha me dal nga spitali, dhe ndërkohë unë kisha programuar një udhëtim me familjen, ishim në Itali diku me miq për të kaluar fundjavën. Ditën e dytë që isha në Rom, marrin telefon dhe më thonë që ka probleme, kishte një komplikacion kjo patologjia dhe probleme të cilat dëshira, psikologjia e pacientit, mitësia që na lidhte më bën që të merrja avionin, të kthehesha duke lënë familjen dhe shoqërinë atje ku ishin dhe të kryja këtë ndërhyrje që shkoi mirë, nuk ishte ndonjë problem shumë madhor, por gjithsesi nganjëherë kirurgjia bën që raporti me pacientit të personalizohet dhe ti e ndjen që është e nevojshme prania jote. Ndoshta atë gjën mund ta bëjë edhe dikush tjetër fare mirë, por i jep qetësi të smurit në momentin që ti je aty, dhe kjo ndodhi në këtë rast që bëhet mend sepse në një farë mënyrë më është dashur me prish një udhtim edhe me u kthy mrapa, po. Besoj kostot që janë gjithmonë i mbart familja të kohës. Kostot i mbart familja, po patjetër edhe sepse në mungesë eksperiencë të asaj periudhe mbartëm edhe një kosto psikologjike jo fort vogël, se kur erdhi me shoqe me kalamajt në aeroport në Rom për të kthyer në Shqipëri, si linin as me unis se duhet jeni bashkë me babën. Përpesoj u bë edhe pak komike kjo historia, por që u zgjidh dhe shkoi mirë që s'ka. Profesor, në fillimet tuaja jam i bindur që keni patur shërbimet edhe 24 orëshe dhe shërbimet e rojës, edhe sigurisht në spital të janë diçka normale. A kujtoni në një rast, lutem, që ka qenë një rast urgjence kur ndoshta një roje që mund të ketë qenë shumë e ngarkuar, ndryshe nga rojet e tjera, për shumë arsye, ndoshta një rast i veçantë që ka ardhur në një roje që ju do ta kujtoni gjatë në karrierën tuaj? Po, me siguri kujtoj raste të shumta. Një roje që kujtoj mirë fort dhe në detaje, unë nuk kam ndonjë memorie ekstreme për rastet, por ka qenë një situatë që pat ndodhur ditën e tragjedisë Gërdecit. Rastisi që unë isha në shërbim roje dhe filluan në QSU të jo shumë numra fluksesh, po me siguri vinin rastet më të rënda. U patëm përfshirë edhe në një bashkëpunim me ambasadën italiane, e cila siguroi transportimin e një 27 të smurve me avion sanitar drejt Italisë, dhe ka qenë një roje që ka filluar atë ditë në mëngjes dhe ka mbaruar të nesërmen nga darka, ku unë kam nejt me siguri pa fjete, po hangër një 35-6 orë, por edhe me tensionin e diçkaje që ishte ngarkuar përveç se me problemin e secilit prej smurve në formën e vetë, ishin shumë djegje, ishin disa fëmijë të vegjël që ishin dëmtuar dhe përpasoj deri kur iku pacienti i fundit që ishte programuar të niseshe, aty unë e kam mbyllur rojen në Rinas. 36 orë. 36 orë, po. Kjo ka qenë probabilisht Sallat besoj njëra pas tjetrës në salla ditë fatmirësisht nuk kishim shumë, por ndërhyrjet e pacientëve të dëmtuar. Në këtë angazhimin me tendencën me organizimin sa më të shpejtë dhe sa më të sigurt të transferimit pacientëve në këto spitalet italiane, pat qenë një aktivitet fort i rritur në peshën e tij, sepse na u desh të bënim pak nga të gjitha, të punonim edhe të djegjet, edhe të kirurgjia, edhe të ambulancat, që një moment pak stresues kur ishim me disa ambulanca në pistën e Rinasit, po avioni s'kishte ardhur akoma, kështu që për disa orë u desh me dhënë terapi të smurve në mënyrë që të mos mungonte shërbimi mjekësor, pavarësisht se ishim në mes të fushës. Ka qenë psikologikisht mjaft sprovuese. Por që fatmirësisht në kontekstin e një tragjedie ku ka pas me siguri shumë humbje jete dhe shumë drama, ky proces shkoi mirë dhe unë mendoj që ato njerëz ne ndihmuam. Profesor, një tjetër specifik, ne në fakt
unë ju ndjek edhe kam parë që keni patur raste nga më të ndryshme të qoftë rrisive në kirurgjinë, shërbimin e kirurgjisë që janë realizuar, po edhe të punës në ekipe multidisiplinare ku në raste të caktuara ju duhet që të bashkëpunoni në ekipe të gjera për të realizuar proceset operative. A kujtoni në një rast, profesor, ku është dashur në raste specifike që të jeni bashkë disa shërbime apo të merrni asistencë me specialistë të tjerë për arsye të caktuara, për pacientë caktuar, ku pastaj sigurisht ka rezultuar me sukses çdo gjë? Me siguri puna multidisiplinare në shërben sepse e mira të punuarit në QSUT, të zhvilluarit pjesën më të madhe të aktivitetit kirurgjikal në QSUT është se të ofron mundësinë e aksesit të disa specialistëve të cilët në mungesë nuk do i kishe. Ndodh shpesh që ne të kombinojmë kirurgjinë me endoskopinë, ndodh shpesh që ne të kombinojmë trajtimin e disa organeve në të njëjtën kohë, ku një nga rastet e një kombinimi të trajtimit, për shembull, ka qenë një punë e mirë që e kemi edhe botuar, që kemi bërë me kardiokirurgjinë, ku në një paciente 70 vjeçare u trajtua në të njëjtën kohë dhe një neoformacion në gjendrës tiroide dhe një miksom me zemrës në një paciente në të cilën për arsye të rritjes madhe të gjendrës tiroide merrte prioritet nevoja që të hiqeshe sepse respiracioni, frymëmarrja e pacientes do kishte probleme. Nga ana tjetër edhe patologjia kardiake mbarte me vete mundësinë që të komplikoheshe ndërkohë që do bënim gjendrën tiroide. Zgjodhëm që ta bënim kirurgjinë në të njëjtën kohë, në të njëjtën sallë dhe që një proces mjaft i suksesshëm që pikërisht edhe për veçorinë e rastit që ishte ka pa dhe drejtën e botimit në një revistë shkencore mjaft mirë, pikërisht sepse ishte diçka interesante. Profesor, në gjithë të tërësi karrierë dhe rastesh, cili është raporti që ruani me familjarët e pacientëve dhe me pacientët? Besoj këto historitë që je në kafe, je në një drekë dhe dikush të ndalon dhe të thotë më ke operuar ose më ke ndihmuar, duhet të jenë të shumta. A ruani raportet të afërta me pacientët dhe me familjarët e tyre? Nuk mund të them që ruaj raporte të afërta, natyrisht me persona të caktuar afeksionohen ata pasteje dhe mbahet një lloj kontakti përtej asaj që është puna, ndërkohë që në përgjithësi masa më e madhe e njerëzve vinë tek ti sepse kanë një hall, përpiqesh me bë më të mirën, përpiqesh që ato të ruajnë respekt për ty sepse ke bë punën tënde si duhet dhe anasjelltas Kujton ndonjë mesazh, ndonjë diçka interesante që të ka ngel mendje, ndoshta një këshill, ndoshta një mesazh që dikush të ka thënë një familjar apo një pacient? Shikoni, po patjetër që mesazhe dhe të treguarit të një dashamirësie, të një respekti, të një mirësie që ti ke bë gjatë për ushtrimit profesionit tënd është diçka e shpeshtë, do të thonë është me siguri mbushur telefoni apo Facebooku me mesazhe që ripërtërihen sa herë ndodh që ke datëlindjen apo sa herë ndodh që je mediatizuar për një intervistë apo për një punë që ke bë dhe komentet kur shkon e lexon të kujtohen personazhe të ndryshme të cilët janë gjithmonë prezent, janë ato pacientët veçanërisht që janë fort të afeksionuar. Është një zonjë për shembull që kam operuar për një kancer të kokës pankreasit para disa vitesh që fatmirësisht gëzon shëndet të plot dhe besoj që është ndër të parat që merr flamurin për të kujtuar datëlindjen apo për të uruar në një rast apo në një tjetër. Është një tjetër pacient nga Shkodra që kam operuar me një tumor të ezofagut i cili gjithashtu ka qenë përkundrejt parashikimeve fort të jo të mira, rezultoi një rast
ku ndërhyrja pati sukses dhe ai gëzon shëndet të plot, jeton diku në Londër dhe her pas here çon ndonjë mesazh urimi të çon ndonjë, siç u thash, unë nuk shuhem për një memorie shumë të madhe dhe shpesh njerëzve kur duan me transmetu këtë lloj mirënjohjeje, ju duhet edhe me më kujtu eksaktësisht se kush janë. Sepse numri i pacientëve që shohim në jetë është i madh dhe në një farë mënyre me sa duket ai hard disku ka një kapacitet të caktuar ku futen gjërat që janë pak më të rëndësishme se thjesht të kujtuarit të një fytyre apo të një emri apo diçka tjetër. Profesor, në një sferë tërësisht tjetër, cili është telefoni i parë që bëni kur mërziteni? Kush është personi që ju i adresoni problematikën në një moment që nuk jeni okay? Shikoni, në përgjithësi, karakterialisht, unë kur mërzitem përpiqem mos me dhon kujbesdi, po me përpunu me vete dhe me u përpjek me gjetë arsye, motive dhe nëse ka mënyra për ta tejkaluar problemin. Ndërkohë që me siguri telefonat e parë që bëhen janë familja, bashortja, ime motor, apo ndonjë shok në varësi të kontekstit. A ka profesor Arvini besim në Zot? Sepse shumë do doni të dëgjonin, sidomos ka një kirurg, se çfarë është Zoti për ty. Dhe pacientët na pyesin shpeshherë si mjek, a besoni në Zot? Po, në mënyrë absolute po. Besimi im në Zot ndoshta është i organizuar pak në mënyrë jo tradicionale dhe ndoshta jo shumë i bazuar tek rregullat e kodifikuara të njërës apo të tjetrës fe, pavarësisht se me siguri fetë standarde në Shqipëri kanë pas një influencë, në Shqipëri dhe në Europë kanë pas një influencë mjaft të madhe në ndërtimin tim kultural dhe shoqëror, por me siguri besimi në Zot është një element që ndihmon shumë në ushtrimin e këtij profesioni dhe ndihmon shumë edhe në jetën tonë të përditshme. Para së gjithashtë ne jemi njerëz, përballemi me përditshmërinë dhe të besuarit është një komfort të cilit unë mendoj kush e ka, ja zbukuron jetën. Absolutisht. Madje sidomos në punën tuaj ju shikoni që ka raste ku domethënë mundet që nga ana mjekësore parametrat, statistikat jenë absolut jo normale, dhe gjithçka ndodh në krahun krejtësisht kundërt, ku pritshmëritë janë ndryshe nga ato që vërtet dalin. Fatmirësisht po. Fatmirësisht ndodh nganjëherë në raste të caktuara kur ti je drejt humbjes së shpresave dhe situata përmirësohet. Ndodh dhe shqyr që ndodh, sepse me të vërtet ka diçka që është përtej të kuptueshmes tonë, e cila vepron dhe nganjëherë të sjellë emocione dhe eksperienca pozitive. Profesor, çfarë të shqetëson, çfarë të mërzit në nivel njerëzor, në karakterin njerëzor, tek njerëzit që na rrethojnë, a ka ndonjë vlerë njerëzore që të trishton her pas here? Shikoni, natyrisht që ka gjëra që të trishtojnë. Në realitet, në përgjithësi. Njeriu përpiqet mos me i lanë këto gjëra që me t'impaktu, por me siguri të mërzisin thashathemet, me siguri të mërzisin situata në të cilat dikush punon jo thjesht për të bërë të mirën e vet, po për të prishur punën e tjetrit. Dhe këto janë gjëra që fatkeqësisht ndodhin shpesh në shoqërinë tonë, por me të cilat duhet me bë një diell dhe duhet në një farë mënyre me u përpjek me i parashiku. Këto do thoja. Pastaj natyrisht gjëra që të mërzisin e të trishtojnë janë të shumta, janë, domethënë, në të qenurit mjek nuk rresh njeriu, së qenuri edhe njeri dhe përpasoj përjetojmë të njëjtat gjëra dhe të njëjtat problematika që përjeton kushdo tjetër,
bile nga njëherë duke qenë mjek, veçanërisht këto problematikat e shëndetit i kupton pak më shumë dhe mendja të punon për keq pak më kollaj se sa që mund t'i punoj njerëzve që nuk merren me shëndetësinë. Këto. Profesor, ti sa imunie në rast se për shembull për atë pjesën e parë ne jetojmë në një ambient se ndonjëherë e them tamam me fjalën ne jetojmë, sepse ne jetojmë në një ambient pune dhe mjekësor që jemi thojse shumicën e ditës. Dhe në rast se bie në kontakt dhe këtë e them dhe në një kuadër të një mesazhi që ja drejtojmë të tjerëve që na dëgjojnë që ju kanë model në sjellje, ju kanë model edhe në punën tuaj. Dëgjoni thashë them, dëgjoni një gjë që ndonjëherë edhe të bezdis, po ndonjëherë edhe të lodh që ta mendosh për ta vërtetuar. Sa imun je ndaj kësaj gjëje? Shtyn e largon nga vetja apo përpiqesh ta zgjidhësh? Shikoni, në këtë këndvështrim të them të drejtën, unë ndjej veten shumë me fat që në botën time dhe në jetën time ka një numër shumë të madh njerëzish të cilët kanë pas të mira prej meje dhe unë kam pas të mira prej tyne, që i konsideroj miq dhe që tek të cilët besoj fort. Ndërkohë që për sa i përket kësaj pjesës tjetër, në përgjithësi më është duk gjithmonë interesante një shprehje që i atribuohet një ish-kryeministri italian Giulio Andreottit, i cili thot që me menu keq është gjynaf, por fatkeqësisht ke pothuajse gjithmonë të drejtë. Kështu që në momentin që këto informacionet, këto gjanat njeriu i merr vesh, i magazinon, i lën aty, në të vërtet nuk para rend për të kuptuar janë të vërteta apo s'janë të vërteta. I lë me rrjedh dhe siç po thoja më përpara, besoj fort tek fakti që rreth rrotull kam shumë më tepër miq se sa armiq dhe zgjedh që të bëj kështu. Profesor, çfarë raporti keni me kohën e lirë? Pra, në gjitha agjendën ditore ka ndonjë hapësirë që ngelet për kohën e lirë? Shikoni, koha e lirë fatkeqësisht është bërë një e mirë fort e rrallë në përditshmërinë tonë, po natyrisht që unë përpiqem me i dediku kohë të lirë familjes, fëmijëve veçanërisht, përpiqem me i dediku kohë të lirë edhe vetvetes, her pas here stakoj sepse ndjej që kam nevojë të marr frymë dhe të mbledh veten. Përpiqem ose le të themi deri para pak kohe kur ishte e mundur përpiqesha që t'i dedikoja pak kohë sportit, aktivitetit sportiv dhe disa hobi që unë kam dhe që në përgjithësi më mbushin jetën dhe më zbukurojnë jetën. Me që se më folët pak dhe për kohën e familjes, cili është ai mesazh i bukur, ai mesazh që keni në mendje në raport me nënën dhe babain tuaj? Pra ka një mesazh që profesor Arvini e ka të jetësuar dhe e mban me vete nga nëna apo babai? T'ju them të drejtën, unë falenderoj shpesh Zotin dhe gjithashtu edhe nënën e babën që kanë pas kujdesin e mjaftueshëm që mua dhe ti me motor me na eduku me kulturën e punës. Me na eduku me kulturën e të bërit gjërave, të marrit gjërave me gjoks përpara, duke i bërë hizmetin dhe duke i pa pastaj edhe rezultatin, duke i pa pastaj edhe hajrin. Me siguri gjëja që më shumë ka vlerë në kontributin e prindërve ndaj meje ka qenë kjo. Pastaj kam dy prindër të mrekullueshëm që janë përpjek në të gjitha mënyrat që të më ndihmojnë dhe të më suportojnë, por gjëja më me vlerë mendoj që është kjo. Çka përpiqem t'i transmetoj edhe unë fëmijëve të mi. Që është shumë e rëndësishme mendoj, sidomos në kohët që jetojmë, edhe për ata të rinj që e dëgjojnë, ku kultura e punës sot është, dhe ka një lloj tendence për mos të shkuar drejt kulturës së punës, sesa për shkuar te kultura e asaj konceptit pasurimit të shpejtë në mënyra nga më të ndryshme që na rrethojnë. Patjetër, shikoni,
ne jetojmë në një botë të çuditshme në të cilën bëjnë më shumë lajm këto çunat e gocat e Instagramit e të Facebookut që me pak sforco përpiqen me marrë, me maksimalizu përfitimet, ndërkohë që në të vërtetë jeta jonë e përditshme dhe ne si mjek e kena shumë qartë është e mbushur edhe me njerëz që i shtrohen punës, që ulen, që mësojnë, që studiojnë, që i dedikohen. Unë kam pavionin të mbushur me çuna e goca të rinj, 25-6 vjeçar, 30 vjeçar, të cilët vinë çdo mëngjes me dëshirën për me bë më të mirën, për me apliku në mënyrën më të mirë dhe me mësu këtë profesion që me siguri nuk bëhet as me reklama, as me rrugë të shkurtra. Ky ka një rrugë me hy, me mësu me bë dhe me ja dediku jetën profesionale këtij profesioni. Unë ndjehem i rrethuar nga shumë njerëz të tillë dhe të them të drejtën, mendoj që kjo është diçka shumë e mirë. Profesor, tani kam një nevojë të di dhe të kemi një hapësirë të vogël edhe për studentët. Ju jeni profesor, jeni absolutisht një akademik i mirënjohur. Çfarë raporti dhe çfarë mendimi dhe çfarë dhe a besoni tek brezi i arshëm i mjekëve? Pra, çfarë raporti ruani me studentët dhe si e keni konceptin për vazhdimsinë e këtij rrugtimi? Shikoni, të dhënit mësim, të pasurit raport me studentët ka qenë dhe është një ndër pikat shumë të rëndësishme të profesionit tim dhe një ndër gjërat që unë e bëj me më shumë qejf. Me sa duket është edhe një lloj vokacioni, sepse edhe kur nuk isha në pozitat e dikujt që kishte për të dhënë mësim, kur isha në specializim në universitet në Rom, apo edhe këtu kur nuk isha një rol mësimdhënieje, dëshira për të mbajt afër njerëz që kanë dëshirë me mësu, më ka karakterizuar gjithmonë edhe më ka dhënë gjithmonë kënaqësi. Unë mendoj që na jena me shumë fat që japim mësim dhe e ushtrojmë profesionin e pedagogut në Fakultetin e Mjekësisë, sepse në të vërtet mendoj që shoqëria shqiptare në mënyrë mjaft natyrale bën që në Fakultetin e Mjekësisë të vi elita e studentëve të shqiptar. Dhe përpasoj kemi të bëjmë në masën më të madhe të rasteve me njerëz të cilët kanë ardhur sepse kanë qejf me mësu, kanë kapacitet me mësu dhe kanë dëshirën për ta bërë këtë profesion në mënyrën më të mirë. Kur punon me student të tillë, gjithçka bëhet më e kollajshme. Unë jam dhe mendoj të gjithë trupa pedagogëve të Universitetit Mjekësisë duhet të jetë krenare për produktin që nxjerr. Të mjaftoj fakti që në të keqen e eksportimit me shifra të larta të këtij produkti, pra ne na ikin shumë mjek të formuar tek ne dhe shkojnë e punojnë jashtë për arsyet ekonomike të kuptueshme, na kena dhe krenarinë e faktit që unë nuk maj mend në një nga ish studentët tanë, mjekët e formuar në Universitetin e Mjekësisë që të ketë pas qëllim me ikë jashtë dhe të mos ta kenë pranuar. Në përgjithësi, kjo tregon për vlera shkencore, për vlera profesionale të fituara, natyrisht për dedikimin e tyre dhe për djersën e tyre, por në një farë mënyrë tregon edhe për një punë të mirë që bëjmë unë e kolegët e mi në formimin e këtyre mjekëve. A ka një mesazh profesor drejtuar këtyre studentëve? Pra cili është ai mesazh që ju si profesor do doni t'ju linit nga ky podcast studentëve tanë që na ndjekin? Unë do të doja shumë që studentët tanë të konsideronin si një alternativë shumë të mirë për të punuar Shqipërinë. Ne kemi nevojë të kemi të rinj tanë në spitalet tona, në institucionet tona shëndetësore, dhe unë mendoj që gradualisht Shqipëria është duke shkuar në një rrugë në të cilën puna vlerësohet, puna njihet dhe të krijon mundësi të një jete dinjitoze, siç besoj duhet ta ketë çdo kush që ushtron profesionin e mjekut. Profesor,
e mbyllim karrierën sot, ju shkëputeni, arrini një moshë caktuar, cili do t'ishte, le ta themi, mënyra se si do doje që pacientët të njohin profesor Ervin Dibër? Si do doje që të mbahesh mend në një karrierë dhe një profesion të gjatë në kohë edhe në numër rastesh të jashtëzakonshëm? Shpresoj që të mbahem mend për një profesionalizëm të mirë. Shpresoj që veçanërisht të kenë njerëzit bindjen që unë impenjimin tim për të kuruar të sëmurët e kam dhënë të gjithin. Rezultatet, siç është e kuptueshme, nuk varen gjithmonë vetëm nga impenjimi, varen nga kontekste nga më të ndryshmet, por për mendimin tim e rëndësishme është që njeriu me bë maksimumin e vet. Unë përpiqem ta bëj çdo ditë dhe do më pëlqente shumë që njerëzit këtë gjë ta kuptonin. Profesor, unë të falenderoj nga zemra për këtë rrëfim, të falenderoj për kohën tuaj. Mendoj që kemi dhënë mesazhe të duhura ndaj gjithë atyre që na dëgjojnë dhe absolutisht respekt për punën tuaj, për punën pa diskutuar klinike, po dhe për punën pedagogjike, për punën akademike me studentët. Faleminderit juve dhe urime në punën tuaj. Faleminderit. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.